katër lloje që njeriu mund të del për Islamin. Me gjuhë, me bindje, me fjalë, me vepër, falni, dhe me dyshim. Farriddatu bil qawl, për shembull me fjalë. Arridde, dalja për Islamit me fjalë është ka an yatakallam bi lafdh al kufr wa shirk. Ai i cili flet ndonjë fjalë që është kufër i qartë apo shirk i madh. Ktu e kurzon Sheikh Fauzani që mos me qenë i detyruar, ghayr mukrih. Sawaun kana jadan, pavarësisht ai i cili thot a është duke u tallur apo ka seriozisht. Pra kjo është çështje. Fa idha takallama bi kalam al kufr, kur njeriu flet me fjalë të çyfrit, fa innahu yuhkam alayhi bir ridda. Pa ne duhet të gjykojmë që ai ka bë ridda. Allahu thot: "Wa laqad qalu", ata kanë thënë kelimetel kufri, kanë thënë fjalën e kufrit. Wa laqad qalu, ata kanë thënë fjalë të çyfrit. Wa kafaru ba'da islamim, dhe kanë bërë çyfër pas Islamit. Kjo është një prej ajeteve më friksuese që robi duhet me pas parasysh. Ka thonë Allahu në Kur'an, njerëzit kanë bërë kufër pasi kanë qenë musliman. Kjo është një prej ajeteve që njeriu më shumë t'i duhet ju friksohet devijimit. Këtë ajet e ka zbrit Allahu për ata të cilët kanë thënë gjatë luftës rrugtimit në Tabuk. Para mendojnë kanë marrë rrugtim me pejgamberin alayhis salam. Por kanë thënë ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akthab alsina wa arghab butunan wa ajbana ila al-liqa. Ka thënë nuk kemi pa njerëz që janë më të unt, fjalë shumë ofenduese për pejgamberin sa sahabët e Abu Bekrin, Omerin, për këta me thonë këtë fjalë. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akthab alsina. Pra edhe njerëz më gënjeshtar. Wa arghab butunan, njerëz më të unt me hunger, turitur. Wa ajbana ila al-liqa, dhe frikacak në betejë. Çka po i mbetet një njeriu kur ti ka këto tri cilësi? Frikacak në betejë, edhe veç me hunger, edhe me qenë njeri që pas qëllim veç me ngop, dhe kur flet gënjen. Allahu zbriti ajete. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna nasipyti ata inma kunna nakhudu wa nal'ab, ata do thonë ne kemi pas argëtim wa nal'ab, lut. Qul abillah, pra nuk kem pas qëllim tjetër pos argëtimit. Qul, thuaj abillah, ama Allahun, wa ajatih, me ajetet e ti, wa rasulih, me të dërguarin e ti, kuntum tastehzi'un, po talleni, la ta'tadhiru, nuk ka arsyetim, qad kafartum, ju keni bërë çyfër, keni dal, ba'da imanikum, pasi që ishi besimtar. Fahum kafaru, pra këta kanë bërë kufër pasi ata kanë thënë se ne kishim për qëllim me argëtu veten gjatë udhëtimit, se lodhje dhe ç'është me kalu kohën më mirë, me fillu me qesh. Por Allahu nuk i ka fal, nuk e ka pranu, fani. Nuk e ka pranu, do me thonë këtë arsyetim tyne. Se nëse njeriu pendohet sinqerisht, Allahu e fal. Prandaj فدل أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره. Pra ai i cili flet fjalë të kufrit, ai nuk arsyetohet. Ky kushtëzimi me qenë me detyrim është shumë rëndësi. Sepse Allahu ka thënë men kafara billah, ai që bë kufër Allahut pasi ka besuar, përveç atyre ila men ukriha, përveç atyre që janë detyru wa qalbuhum, janë detyru me bë kufër, me shajt pejgamberin alayhis salam. Wa qalbuhum mutma'inun bil iman, po zemra tyre ka qenë mbushur me iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran, mirë po atyre që gjoksi i tyre ka mbush me kufër, fa alejhim ghadabun min Allah, mbi ta është zemrimi i Allahut, wa lahum adhabun adhim, dhe Allah për ta të ketë ndëshkim të madh. Hadha huwa al-makr, hadha huwa al-mukrih. Ky është ai që përjashtohet që nëse detyrohet me bëu çyfër me zort. Pra, nëse thot një fjalë nga detyrimi,
Për shembull, nazalat hadhihi al-aya fi Ammar ibn Yasir. Ky ajet ka zbrit për familjen Ammar ibn Yasir. Ammarit ja kanë vrarë babën dhe nonën, Sumejën dhe Yasir. Ja kanë vrarë para syve të pejgamberit alayhis salam, kur ka qenë në Mekë, në kohë të vështira. Edhe kanë detyru Ammarin, edhe ai ka thonë fjalë të keqe për pejgamberin alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam i ka thonë: "Kayfa tajidu qalbak?" Si e gjen ti zemrën tënde o Ammar? Pra, çush ka qenë zemra jote? Qal ajiduhu mutma'innan bil iman. Mutma'innan bil iman. Thot e kam të mbushur me iman. Ka thënë pejgamberi alayhis salam: "In aadu fa'ud." In aadu fa'ud. Nëse prap detyrojnë edhe ti thuje prap. In aadu fa'ud. Wal kufru bil i'tiqad, ndërsa kufri që mund të ndodhë me bindje, kjo është edhe para sa i përket kufrit që mund ndodhë me gjuhë. Kufri që mund ndodhë me bindje është an ya'taqid al-insan bi qalbihi ma yunaqidu al-islam, me pas bindje di diçka e cila e anulon islamin. Ka an ya'taqid sikur me pas bindje që an as-salat ghayra wajibe, namazi s'është obligim. Ose nuk ka, namazi është ibadet që është i shëndetshëm, është i mirë për trupin, po nuk është obligim, nëse kështu thotë sheikhu. Kjo është kufër. Sepse argument që njeriu me bindje mund të bëj kufër është ajeti i Kuranit, ku e dëshmon se hipokritët nuk kanë iman. Ata kanë falë namaz, kanë marrë pjesë disa momente në xhihad, kanë bërë vepra të dukshme. Më thonë, çështja munafika u ka qenë shumë interesante, sepse vetëm Hudhaifja i ka ditë kush janë munafikat, shumicën. Ata vetëm Hudhaifa, për shkak ka shku Omeri dhe ka pyet Hudhaifën, ku ajo mund mesin e tyre. Dhe më thonë, aq me vepra s'kan mujt mi dallu një pjesë të munafikëve. Kanë mujt me vrejt. Dhe a dini pse i ka ditë Hudhaifa? Sepse ata kanë dashur me vrarë në luftën e Tebukut. Kanë bërë kurth për me vrarë pejgamberin alayhis salam. Dhe i ka zbulu Hudhaifi, i ka pa pejgamberi alayhis salam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Hudhaifës që me majt sheft. Për këtë quhet sirru, ai që i ka ruajt sekretet e pejgamberit alayhis salam. Pra ka qenë urtësi që më usil në atë mënyrë me hipokritat. Ka qenë urtësi me munafikat më usil në atë mënyrë që të mos i humbi mazhi i islamit, gjithandej ka njerëz që nëse do të merren ndonjë vendim, sikur Omeri radiallahu anhu që ka kërkuar për momentin atij që i ka thënë gjyko me drejtësi, pejgamberi alayhis salam ka thënë të mos thojnë njerëzit që pejgamberi sa po i vret shokët e tij. Pra ka qenë urtësi e madhe e islamit. Për hapja e islamit, për ruajtja e imazhit është shumë e rëndësishme. Dhe Hudhaifa radiallahu anhu i ka ditë pra munafikat. Sepse i ka pa në Tebuk dhe ka njoftu pejgamberi, pra ka qenë njëri që ka ditë kush janë hipokritët. Pra kanë bë vepra që nuk janë vrejt, por ku ka dallu, pse ata kanë qenë kufar, sepse zemrat e tyre ka pas kufër. Çfarë thot Allahu? Idha ja'aka al-munafiquna, kur të vinë ty hipokritët, munafikat, qalu nashhadu innaka la rasulullah, dhe thonë, pasha Allahu ne dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut. Dhe thonë thonë, nashhadu ne dëshmojmë, innaka la rasulullah, paket pasha Allahun. Idha ja'aka al-munafiqun, kur vinë munafikat dhe thonë, nashhadu ne dëshmojmë, innaka la rasulullah, ti je i dërguari i Allahut. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Allahu din që ti je i dërguari i tij. Wallahu yashhad, Allahu dëshmon innal munafiqina lakathibun. Se munafikat janë kadhibun, janë gënjeshtar. Ittakhadhu imanahum junna, ata betimin e kanë marrë për mburoj. Pra kur janë betu. Për këtë edhe më kujtohet Sheikh Rabia në mezhlise kur dikush u betojke, thekë la tahlaf. Pra mos u betoni, se nuk është e mirë betimi. Zakonisht, shefni edhe në tregti, zakonisht ata që betohen më njerë të japin sinjal që duhet mu largu për ti. Se betimet vetëm në momentet caktuara.
kur ka nevojë më betu, atëherë mund të jetë edhe e preferuar, por në shumicën e rasteve betimet nuk duhet të bëhen. Wal kufru bil fi'li, kufri me vepër. Kufri me vepër është ka an yadhbah li ghayrillah, me prej një kurban për një tyba, për një teça, për një varr. Lën adh-dhabh ibada, pra thelja e kurbanit është ibadet. Fa idha dhabaha li shay'in yu'azzimuhu ka-sanam, pra kur e pren kurbanin, pra për ndonjë idhull, për ndonjë varr, kjo është vend i adhurimeve të mushrikinëve. Wala lam yatakallam, edhe nëse ai nuk flet, bel idha dhabaha lis-sanam aw sajada lis-sanam wal-qabr alladhi huwa min awthan mushrikin al-yawm. Edhe nëse falet, edhe nëse agjeron, nëse bë hax, e lexon Kur'anin, fa innahu naqada dinahu bi hadha al-fi'l ash-shirki. Ai e ka prish fenë e tij, e ka ndalu islamin e tij me këtë vepër të shirkut. Allahu na ruaj. Dhe e katërta është nga llojet që mund të bëjë njeriu kufër është dyshimi. Kufru bi shak. Fa shak huwa at-taraddud. Dyshimi është at-taraddud, me qenë i luhatshëm. Fa idha shakka fi qalbi hal ma jaa bi ar-rasul. Pra dyshon, a ka qenë Muhamedi sa më dërguar apo s'ka qenë? Hal hunaka ba'th, a ka ringjallje, s'ka ringjallje? Hal hunaka janna wa nar, a ka xhenet, a ka xhehenam? فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم. Ky edhe nëse falet, ky është njeri pa besimtar. فهذه أصول الردة. Këto janë bazat e daljes prej feje. Pra me fjalë, me vepër, me bindje dhe me dyshim.